Do të ndryshojmë temën e diskutimit, do të vijojmë më vonë të flasim për këtë krim të rënd, do të lidhemi në këto momente me Misha Pumon. Përshëndetje Misha, mirë se vjen në Breaking. Përshëndetje Fjori. E nisëm me një lajm të trisht mëngjesin e sotëm, ndërkohë që do doja ta ndryshonim disi atmosferën, pavarësisht se edhe në Ukrainë mbizotëron një situatë vërtet e rëndë. Kemi viktima, sulme që vijojnë, pak gjasa për armë pushim. Çfarë po ndodh realisht? Shumë e drejtë Fjori. Kohë të vështira, kohë me një negativitet të theksuar në të gjitha drejtimet, vazhdojnë lufta, vazhdojnë sulmet reciproke, dikush përparon në front, të tjerë dërgojnë drona një mbas një. Për shembull sot në drejtim të Moskës janë rrëzuar nga forcat kundërajrore ruse 10 dronë në rajonin në afërsi të Moskës, në rrethinat e Moskës, domethënë jo brenda në qytet, por në rrethinat e Moskës, 10 drone janë rrëzuar vetëm atje. Dhe gjithsej mbi 110 drone, siç kanë deklaruar në Ministrinë e Mbrojtjes ruse, janë rrëzuar 110 drone Ukrainës. Pra janë intensifikuar sulmet në prag të paradës që do të mbahet në 9 maj, si kulminacioni i festimeve të fitores mbi nazizmin. Dihet që kjo, domethënë kjo fest që Rusia e kremton për shumë vite me radhë në mënyrë mos e madhështore dhe solemne. Për këtë arsye janë bërë organizimet më të forta edhe nga ana e sigurisë, por edhe nga ana organizative. Shumë lider ndërkombëtar kanë pranuar të vinë, jo ata perëndimor, por lider botror, si për shembull Xi Jinping, do të jetë pastaj nga Europa dim domethënë ato manevrat që bën Vučić për të ardhur apo mos ardhur, së shpejti do ta marrin vesh a do të vijë apo jo, domethënë një qiku smur, e zuri tensioni kur shkojnë në Amerikë. Në fakt mediat ruse nuk është se e kanë kursyer Vladimir Vučić, Aleksandar Vučićin, madje kanë kuptuar edhe këtallen me të. Po, që e zuri për njerëz tensioni sa shkojnë në Amerikë, edhe ka qenë një domethënë edhe Fico e zuri të njëjtët domethënë diare, por me sa duket e ngjarë që Fico do të vijë gjithsesi në Moskë sepse u turprua me ndoshta me figurën që ka bërë Aleksandar Vučić, një figurë që nuk më habit as pak, sepse është tipike për të, domethënë kemi me thënë së bashku shumë herë që është maestro për të ulur në dy karige. Por nga njëra anë ai jo se është i shqetësuar se çfarë mendon Moska për të, ai është i shqetësuar se çfarë mendon populli serb për të, sepse sot populli serb ka lidhje shumë shekullore me rusët dhe këtë në një farë mënyre Vučić do ta justifikonte me veprimet e tij, duke treguar edhe domethënë kur dhan ato raportet që kam ndjekur dhe unë, domethënë për jo ngrit tensioni 160 me 94, për fat keq edhe vet jam me hipertension dhe e di që kjo është një gjë që maksimum që mund të kesh një dhimbje të lehtë koke, jo më tepër. Gjithsesi, domethënë Vučić është apo s'është, nuk pak të ngjarë ka. Zelenski u dallua në mënyrë ekstremiste do të thoja, sepse në paradën e Moskës nuk është momenti për të shfaqur domethënë atë trimërinë e madhe, sepse si përfundim ato drona që do dërgojnë ata do të rrëzohen, por nga ana tjetër besoj dhe mendoj që në datën 9 maj nuk do të ketë asnjë dron të drejtuar në drejtim të Moskës. Edhe për arsyen se një nga ata, le të themi, mysafirët e rëndësishëm është Kina. Dhe nëse Zelenski do të dëshironte ta kishte Kinën kundër vetes, gjëja më e mirë që mund të bënte ai ishte të provokonte në një skenë
sulmi ndaj paradës në Moskë, ku ai do të merrte pjesë Xi Jinpingi kam llafin. Por kemi dhe një reagim shumë të ashpër të rusëve, të cilët kanë deklaruar se ne do ta shuajmë Kievin nëse tentohet që të cënohet parada e 9 majit, aq e rëndësishme, le të themi, për popullin rus. Nuk është që ai që e tha, domethënë zëdhënësi i ligjëratës së tillë, që ne vedim kush është, pra Medvedjevi, e deklaroi këtë gjë, ai pasqyron në mendimin e tij personal, ka të drejtën e vet për të shprehur atë mendim, dhe ai shpreh mendimin e një pjese të stabilishmentit rus. Është e vërtet që ka shumë njerëz që dëshirojnë që ta shuajnë, ta heqin në Ukrainën dhe Kievin nga faqja e dheut, por ky nuk është qëndrimi zyrtar i Kremlinit dhe i Rusisë. Putini, domethënë, çfarëdo që mund ta deklarojnë ukrainësit apo perëndimorët e tjerë, ka deklaruar që domethënë ai beson që Ukraina domethënë herët ose vonë do të pajtohet përsëri me Rusinë dhe Rusia me Ukrainën. Pra, ndoshta kjo mund të jetë edhe një lojë e shërbimeve sekrete për të treguar që Putini është varianti më i keq i atij që kush mund të jetë në pushtet në Rusi për perëndimin. Prandaj, domethënë është një thirrje indirekte për të dhënë fund kontra konfliktit dhe kontraditave, domethënë që janë në pa. Por ndërkohë edhe Putin është shprehur se nuk do donte në asnjë mënyrë që të vinte, le të themi, dhe të acaroheshin marrëdhënie deri në atë pikë sa të detyrojë të përdorte armët bërthamore në Ukrainë. Nuk është, Putin kërcënon pikërisht me armët bërthamore. Sërish e ka përmendur. E ka përmendur, por kjo është një përmendje domethënë që le të kuptoj që Rusinë është e pamundur domethënë ta shpërbëjnë, sepse lufta nga njëra anë Pilis ka pasur një relacion, një raport të fortë të kundra shërbimit sekret rus, që deklaroi që luftën në Ukrainë forcat perëndimore po përpiqen ta imponojnë, ta tregojnë si një luftë ekzistenciale, më falni se më fjalë nuk e kap dot fjalën. Domethënë kjo luftë ekzistenciale që është domethënë shpallur nga perëndimi, në fakt është një luftë që nuk i takon perëndimit, siç thon rusët, sepse është një luftë domethënë që ka ardhur domethënë armiku tek strofulla e Ariut. Dhe po të bëjmë një pyetje, domethënë, nëse Ariu te strofulla i vjen dikush, pyetja lind, çfarë do të bëjë Ariu? Do të trembet apo do të sulmojë? Prandaj edhe kjo është një logjika domethënë që kanë rusët. Pra rusët ndihen të sulmuar. Por këtë qasje nuk është se e kanë vetëm me Ukrainën. Të njëjtën gjuhë kanë përdorur edhe për ato vende të BE-s që e kanë mbështetur Ukrainën si me armatime ashtu edhe me trupa. Ne kemi diskutuar disa herë për alarmin e lëshuar në Evropë. Domethënë unë në pozitën që jam nuk mund të shpreh domethënë gjithçka që dëshiroja të shprehja, por në një vend domethënë i kërcënuar dhe i domethënë furnizuar me armë nga vendet e tjera, sepse nuk është vetëm Ukraina që lufton me Rusinë, por është e gjithë NATO-ja që lufton me Rusinë, de facto. Presidenti Trump, me gjithë ato oscilacionet e fundit që kanë ndodhur, ka deklaruar për shembull për gasjellsin domethënë Nord Stream, që ai e di dhe për disa orë mund të gjej autorët e kush e bëri këtë punë dhe e shprehu në mënyrë të qartë që këta autorë nuk janë rusët. Kur në atë kohë, nëse kujtoni kur u ndodhi kjo gjë, të gjitha mediat perëndimore u lërinin që rusët vetë kanë shpërthyer Nord Streamin. Gjithçka që domethënë nuk është Rusia që ka vajtur në perëndim, po është perëndimi që ka ardhur në kufit e Rusisë. Prandaj Rusia deklaron që nuk duhet të shfaqsohen viktimat e popullatës dhe tjera, por në lufta është luftë.
Do me thënë, por taktika e Rusisë nuk është taktika e Izraelit që shuan popullsinë do me thënë civile. Rusia ka goditur popullsinë civile pa dashje. Do me thënë, kur dërgohen raketat në një grumbullim ushtarakësh, aty ndodhen dhe civilet afër. Për fat të keq, këto janë realitetet e luftës. Të paktën kështu deklarojnë, do me thënë, autoritetet zyrtare ruse, që Rusia kur nuk synon të godasi objektet civile. Dhe, do me thënë, fakti që në Kiev akoma ndërtesat e Ministrisë së Brendshme, të Presidencës dhe të organeve zyrtare janë në këmbë dhe askush si ka goditur, kjo tregon që Rusia nuk është në atë që të godasi dhe të shuaj gjithçka në Kiev, ashtu siç deklarojnë disa politikanë të papërgjegjshëm. Dhe për sa i përket marrëdhënies me Turqinë, ne kemi patur një tjetër bisedë të presidentit Erdogan me Trump, madje presidenti turk e ftoi presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës të vizitonte Turqinë. Po Turqia, do me thënë, gjithmonë ka qenë që është një faktor kyç. Është një faktor, do me thënë, i rëndësishëm, nuk është faktor kyç në këtë rast, sepse Erdogani bën pazaret e veta, është normale, është ajo që ditë bëj më mirë, është oriental dhe si i tillë nuk i duhet zëmbes, por edhe nuk duhet hequr nga vëmendja, sepse ka shumë mundësira për të ndikuar në situatë në shumë drejtime. Diku si në Ukrainë ai mund të jetë një faktor i rëndësishëm për të ndihmuar në arritjen e paqes. Unë mendoj që për shembull forcat turke mund të jenë me mandatin e OKB-s mund të jenë forca paqëruese që do mund ta pranonin edhe rusët edhe ukrainësit për shembull, si variant. Po ky nuk është që na pyesin shumë ne. Turqia është një vend që pranohet, le të themi, nga të dyja palët. Po, nuk ka... Dhe këtu mund të themi që konsiderohet si faktor kyç, apo jo, Misha? Po, dhe nuk ka alergji për turqit në këtë kuptim. Ka vende ku ka kontradita me Turqinë dhe ka kontradita të forta, ku për shembull Siria, por edhe atje, do me thënë, ka momente që janë lojra të mëdha, sepse aty është dhe përfshirë dhe Izraeli, dhe Shtetet Bashkuara, dhe Rusia, dhe varet ashtu nga shkon peshorja. Nga njerë, do me thënë, Izraeli me Turqinë fërkohen, por nuk godasin njëra tjetrën, do me thënë, bëjnë disa, do me thënë, veprime kërcënuese. Duket sikur më njëri tjetrin për të faktorizuar dhe për të qenë në qendër të vëmendjes. Gjithsesi ka pasur për shembull një inkursion të fortë të Izraelit ndaj Sirisë dhe ky ishte një paralajmërim dhe një grusht i fortë edhe për Turqinë, kur ata bombarduan Damaskun në këtë javë, do me thënë ndodhi, dhe do me thënë sepse trupat e Izraelite në fakt mbështeten popullsinë druz, që janë një popullat që mbështeten nga Izraeli, dhe ky do me thënë kjo histori zgjat që nga konflikti libanez i viteve 70-80 të shekullit kaluar, ku ka qenë biles një general i famshëm Michel Aoun, që drejtonte trupat e druz që kanë qenë, i mbaj mend që në atë kohë, do me thënë, dhe kjo popullat është në kufi me Izraelin dhe gjithashtu jeton edhe në Izrael, do me thënë është një paksi kombëtare që ka marrëdhënie të mira me Izraelin dhe mbështetet nga Izraeli. Prandaj dhe Izraeli ata i ndihmon. Në vitet, do me thënë, në muajt e fundit, qeveria siriane e re ka bërë reprezalje kundër druzëve dhe prandaj Izraeli goditi Damaskun, gjë që nuk pëlqeu shumë turqëve. Dhe përsa i përket paradës shumë përfolur të 9 majit, çfarë do të shohim ne në 9 maj? Në 9 maj ne do të shohim fryrje muskujsh, do me thënë trupa koreane, serbe, ndoshta kubaneze, nuk i kam të gjithë listën e atyre, do me thënë, njësive ushtarake që janë të ftuar të marrin pjesë në vetë paradë. Nuk besoj që do të ketë... Trupat koreane veriore patjetër që do të jenë pjesë, sepse ishte Putin që falenderoi madje liderin
e Koresë së Veriut për bashkëpunimin, i të shprehur mirënjohjen. Më në fund e pranuan. Po. Dhe do me thënë, kjo gjë nuk ishte sekret, në fakt, gjithë Rusia e dinte, nuk mbaj, do me thënë, por nga ana tjetër, ata kur thoshin për shembull pala Ukrainës se jo kemi kapur robë koreane kështu, kjo nuk është e vërtetë, sepse ata koreanëve veriut janë fanatik dhe kur luftojnë, ata luftojnë në mënyrë shumë të ashpër. Dhe ata kanë luftuar vetëm në territorin rus. Ata nuk kanë qenë në Ukrainë. Ata kanë qenë vetëm në territorin rus dhe ata kanë ndihmuar shumë, jashtëzakonisht shumë, kanë deklaruar dhe një rol mbrojtës. Mbrojtës të Rusisë, po. Po, pra. Domethënë prapavi e Rusisë, domethënë kanë qenë në front fillimisht, pastaj i kanë ndërhequr dhe nga fronti sepse kanë pasur humbje të konsiderueshme. Por Korea e Veriut është një partner strategjik, le ta themi që Rusi si duhet shumë, edhe në një aspekt tjetër që ndoshta në Europë nuk i vënë rëndësi apo nuk e kanë kapur në fokus, por për shembull Rusia ka problem imigrantët, ka problem shumë me emigracionin e Azisë së Mesme, edhe me fuqinë e lirë punëtore. Dhe tashti kanë flitet, do me thënë burimet jo zyrtare, thonë që mbi 15.000 koreano-verior punëtor kanë ardhur në Rusi për të punuar, do me thënë në vepra të ndryshme, do me thënë të mëdha, ekonomike. Pra, nuk është një bashkëpunim vetëm ushtarak, por edhe ekonomik me Korenë e Veriut. Po ashtu, Rusia ka marrëveshje me Iranin, po megjithatë me Iranin besoj që kjo marrëveshje është simbolike. Rusia më tepër besoj ka pasur kontakte të mëdha me Iranin lidhur me dëshirën e Shtetit Bashkuar të Amerikës për të arritur një marrëveshje. Dhe Rusia ka qenë një ndërmjetës në fakt, dhe në qoftë se nuk i kanë vënë shumë re vëzhguesit, por Witkoff, që kanë qenë emisari amerikan dhe i dërguari i presidentit amerikan, fill me njerë mbas San Peterburgut për shembull nga bisedimet me Putinin, shkoi u nis në Teheran. Pra, ka pasur një lidhje direkte dhe flitet që Rusia do ketë qenë një nga ndërmjetësit, domethënë në këto bisedime. Pra, kur flitet që Trumpi domethënë është acaruar me Rusinë dhe mund të jetë e vërtetë, dhe është e vërtetë, domethënë që është i pakënaqur që nuk po arritet paqja, që ai donte për 100 ditë, të paktën. Nga ana tjetër, ai deklaroi që ai vlerëson shumë ofertën e presidentit Putin që për të bërë paqe të paktën për 3 ditë e festave të majit, gjë që nuk u pranua nga Zelenski, pasi ai deklaron që dëshiron për një paqe, domethënë më të gjatë, një mujore, gjë që nuk e pranojnë rusët, domethënë, dhe kështu mbyllet qarku. Pra, nga ana e situatës në front tani, Rusia po përparon, është vetëm 3 kilometra larg zonës së Dnjepropetrovskut, që është një zonë tjetër, domethënë nga jashtë Donbasit. Prandaj është një rrezik tjetër që në qoftë se Ukraina nuk do të arrijë të vendosë të nënshkruajë paqen tashti, ajo do të jetë në kushte shumë më të këqija më vonë, sepse administrata e Trumpit sado që deklaroi që do marrë sanksione ndaj Rusisë, që do ndihmojë me armatime Ukrainën etj. Trumpi është ai që është, domethënë, mund të jetë gjeni për dikë dhe jo shumë i largët për një tjetër, por Trumpi e di shumë mirë dhe mban mend shumë mirë historinë e Nixonit. Dhe ai nuk do të përsërisë një Vietnam për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ukraina nuk është Vietnam. Misha, të falenderoj shumë për të gjitha informacionet dhe opinionet që ndave me ne në Breaking. Gjithmonë kënaqësi biseda. Ishte kënaqësi. Kalofsh sa më mirë. Do të kalojmë në një javësi publicitare, rikthehemi pas pak.